Dhe sot po vazhdojmë me dhimbjen e kokës, siç e kemi thënë dhe herën e kaluar, por sot dhimbja e kokës me shkaqe neurologjike, sepse pam të gjitha llojet e dhimbjeve të kokës shkaktohen nga faktorë të ndryshëm. Parimi i bazë për dhimbjet neurologjike kush është? Vetë truri nuk ndjen dhimbje. Dhimbja e kokës vjen nga strukturat përreth trurit, siç janë meningjet, enët e gjakut cerebrale dhe nervat kranial. Po ashtu është sistemi trigemino-vaskular, mekanizmi neurologjik i cilit përfshin nervin trigeminal, enët e gjakut cerebrale dhe meningjet. Kur aktivizohet ky sistem? Ky sistem stimulohet në radhë parë nervi trigeminal. Çlirohen neuropeptidët inflamator, dilatohen enët e gjakut ato cerebrale dhe aktivizohen qendrat e dhimbjes në tru. Po kush e transmeton dhimbjen? Sigurisht janë neurotransmetuesit kryesor që janë CGRP-ja, serotonina, substanca P dhe glutamati. Këto ndërmjetësues ndikojnë në çfarë? Në transmetimin e dhimbjes, inflamacionin neurogjen dhe sensibilizimin qendror, pra qendrat e dhimbjes. Qendrat cerebrale që përpunojnë dhimbjen, që marrin sinjalin janë trigemina nucleus caudale ose bërthama caudale, talamusi, hipotalamusi dhe korteksi cerebral. Këto struktura interpretojnë dhimbjen dhe modifikojnë intensitetin e saj. Llojet neurologjike të dhimbjes së kokës. Duhet dallojmë dhimbjen primare nga ajo sekondare që ka një rëndësi shumë të madhe. Dhimbje primare janë shërgullime neurologjike në vetvete, siç ishte migrena, dhimbja nga tensioni dhe cluster headache, që është një nga dhimbjet tipike, një dhimbje shumë e fortë, kryesisht nga njëra anë, kryesisht rreth syrit, që mund të zgjasë nga 15 minuta deri në 3 orë, që mund të përsëritet nga 1 deri në 5-6 herë, 7-8 herë në ditë. Pra kjo është lloji i dhimbjes së migrenës kryesisht. Dhe dhimbja sekondare që është shumë e rëndësishme, ajo që na tregon për patologji neurologjike. Pra koha nuk pret për të bërë vlerësimin e saj. Kush janë simptomat e një patologjie tjetër, që mund të jenë dytësore, sekondare? Një hemorragji cerebrale, një tumor cerebral, një meningjit, një trombozë cerebrale dhe një hipertension intrakranial, pra rritja e presionit brenda kafkës kokës, se koka është një kuti e mbyllur. Nuk ka hapësirë për çdo gjë, strukturat janë të caktuara dhe çdo strukturë tjetër që merr hapësirën e tjetër do të shkaktojë patjetër një simptomatologji. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe klinike. Nga pikpamja neurologjike është e rëndësishme të dallojmë dhimbjen primare nga ato sekondare, të identifikojmë shenjat e alarmit dhe të vendosim kur pacienti ka nevojë për një skaner menjëherë ose për një rezonancë magnetike. Pra, dhimbja e kokës është rezultat i proceseve komplekse neurologjike që përfshin nervat kranial, enët e gjakut cerebrale, rrjetet e përpunimit të dhimbjes në tru, siç e tham pak më lart. Por kush është mesazhi kryesor? Shumica e dhimbjeve të kokës janë zakonisht benigne dhe ato që vuajnë nga dhimbja e kokës e dinë shumë mirë si e fillon, sa zgjat dhe çfarë intensiteti ka. Por ajo që duhet të kemi parasysh gjithë është çdo dhimbje e re, shumë e fortë ose ndryshe nga zakonisht, duhet menjëherë të kërkohet ndihmë tek mjeku. Dhe kryesisht për këto probleme mjeku kryesor që duhet i drejtohemi është neurologu. Shihemi në episodin e radhës.